إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وقناة في النار وبعد të nderuar vëllezër, sonte me lejet e Allahut subhanahu wa taala vazhdojmë hadithet e Muwattës së Imam Malikut rahimahullah dhe do të kemi sonte për fjalë për namazin e natës, për namazin e natës në Ramazan, natës në Ramazan dhe jashtë Ramazanit. ابدأ الشيخ مصلح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الصلاة في رمضان. باب الترغيب في الصلاة في رمضان. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. Fillon shekho imami rahimahullah thot kitab as-sala fi Ramadan. Libri i namazit në Ramazan. Libri i namazit në Ramazan. Qëllimi i namazit në Ramazan ka qëllim thot namazin e natës në Ramazan. Ajo që quhet namazi i natës apo që quhet namazi i taravive. Që quhet namazi i taravive në Ramazan. Dhe kjo është thot na tregon çka kanë hadithe për namazin në Ramazan. Tregon hadithin e Aishës radhiyallahu anha fillon me të që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është fal një natë në xhami, është fal në natën në xhami, pas namazit të yatsis, është fal natën në xhami. Dhe thot dhe njerëzit janë falur mbrapa tij, njerëzit janë falur mbrapa tij. Pastaj thot është fal në natën tjetër dhe njerëzit janë shtuar. Dhe pastaj janë tubuar në natën e tretë ose në të katërtën dhe nuk ka dalë te ta Muhamedi sallallahu alaihi wasallam derisa ka arrit sabahin. Dhe ju ka thënë pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kam parë çfarë keni bërë dhe nuk më kanë ndaluar të dal te ju përveç se jam friksuar se do t'ju bëhet farz. Dhe kjo ka qenë thot në Ramazan. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fal gjatë Ramazanit, ka fal me xhamat namaz të natës, taravih, ka fal 3 herë. Ka fal 3 herë sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Në hadith tjetër të Nu'man ibn Bashir thotë se ka dalë në natën e 23 së pari, ka fal 1/3 e natës. Pastaj në natën e 25 ka fal deri në gjysmë natës. Pastaj në natën e 27 sallallahu alaihi wasallam është fal deri pak para sabahit. Dhe janë friksuar sahabit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë nuk do të mund të bëjnë syfyr, nuk mund të bëjnë hajn syfyrin për shkak të namazit të gjatë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është fal 3 natë në Ramazan me xhamat dhe pastaj në natën e 4 ose 3 që ka përmend Aisha radhiyallahu anha s'ka dalë më. Dhe ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka bërë këtë veprim nga se është friksuar se i bëhet obligim muslimanëve. Nga se është friksuar se i bëhet obligim muslimanëve namazi i natës e nuk mund ta çojnë në vend atë obligim të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj mbetet namazi i natës sunnet e jo farz. E jo farz nuk është obligim, mirë po është sunnet. Është sunnet dhe vepër shumë e mirë. Akmil barakallahu fik. السلام عليكم.
عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. Tani transmeton një transmetim nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhum që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nxiste do thotë në namaz të Ramazanit, në namaz të natës në Ramazan, mirë po nuk urdhëronte, nuk nxiste dhe nuk urdhëronte, nxiste por nuk urdhëronte. Dhe ka thënë, kush e fal Ramazan, kush e fal namazin e natës në Ramazan, duke pas besim në Allahun edhe shpresë në shpërblimin e tij, do t'i falen gjunahet paraprake, do t'i falen gjunahet paraprake. Pastaj Imam Ibn Shihabit, ai që Imam Maliku ka transmetuar me tij thotë ka vdekur pejgamberi s.a.s. duke qenë situata e tillë. Pastaj ka qenë kështu në gjatë khilafetit të Ebu Bekrit, e një pjesë në fillim të khilafetit të Umerit radhiyallahu, thotë namazi natës ka qenë në Ramazan, namaz që njerëzit e kanë falë veç, kështu ka qenë gjatë derisa ka vdekur pejgamberi sallallahu edhe gjatë khilafetit të Abu Bekrit dhe në fillim të khilafetit të Umerit. Akmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. باب ما جاء في قيام رمضان. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب في عبد الرحمن ابن عبد القاري يعني القاري ليس اسما من أسماء الله، هو عبد الله ابن عبد، اسم أبيه عبد ابن عبد القاري. أكمل. السلام عليكم. مرة أخرى. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، فجمعهم على أبي بن كعب. قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. نعم. tani Imam Maliku rahimahullah transmeton kapitullin thotë babu ma jaa fi qiyam Ramadan. Çfarë ka ardhur argumente për namazin e natës në Ramazan, namazin e natës në Ramazan. Dhe me në transmetim nga Abdurrahman ibn Abd al-Qarri, që thotë Abdullahi biri Abd al-Qarri, që është që emri i fisit të tij ka qenë i tillë, thotë që kam dalë një natë me Umerin radhiyallahu në Ramazan në xhami, kemi shku bashkë me Umerin në Ramazan në xhami. Thotë edhe i pam thotë njerëzit faleshin të shpërndar, faleshin namaz natës. Thotë dikush falej vetëm, dikush falej thotë e mbrapa atij faleshin një grup njerëzish, prej 3 deri në 10. Atëherë thotë Umeri thotë, wallahi thotë unë mendoj ti të bëj njerëzit me një lexues të vetëm, një lexues ti të bëj këta me një, thotë se do të kishte qenë kjo punë më e mirë. Thotë atëherë thotë i ka tubu me leximin me imamin Ubej ibn Ka'bin. E ka tubu me Ubej ibn Ka'bin që ka pas leximin e mirë dhe ka qenë prej hafizave të Kur'anit, Ubej radhiyallahu ta'ala anhum. Thotë dhe pasaj thot dola me të në një natë tjetër, dhe njerëzit faleshin mas imamit të tyre. Atëherë Umeri tha sa bidat i mirë është kjo. Sa bidat i mirë është kjo, do thot sa vepër e mirë, bidat i mirë është kjo. Thot mirë po ajo që flenin në të thot është më e mirë se sa ajo që falenin në të. E ka për qëllim thot namazi në pjesën e 3 të natës është më mirë se sa namazi në fillim të natës, nga sa ata janë falur në fillim të natës e jo në pjesën
e tretë të natës. Umer radiallahu anhu ka thënë sa bidati mirë është kjo, thënë nga se e ka pas qëllim për të bidatin gjuhësor, jo bidatin sheriatik. Thot nga se Umer radiallahu anhu nuk ka sjell diçka të re në fenë Allah subhanahu wa taala. Ai ka bërë veprimin e pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është fal 3 herë gjatë Ramazanit, namaz të natës. Po ashtu ka fal nga një herë me xhamat, do thotë. Po ashtu ka fal nga një herë në shtëpinë e tij me njerëzit që janë falur me të, siç është fal për shembull me Abdullah ibn Abbasin, që do të vjen hadithi. Po ashtu është fal me Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhum, janë fal në namaz të natës bashkë. Që është baza për namazin e natës është. Mirë, po pejgamberi sa është fiksu se do të bëhet obligim nëse vazhdon ai të dal imam. E pas vdekjes së tij do të obligimi më ajo frikë ka mbaruar, frika se do të bëhet kjo obligim dhe prandaj kjo është sunet prej suneteve të pejgamberit sa të cilën e kanë ngjall Umeri radhiyallahu ta'ala anhu, Allah shpërblet për punën që ka bërë. Ekmel barakallahu fik. أحسن الله عليكم. عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس ب11 ركعة. قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فزوع الفجر. تاني Maliku rahimahullah tregon nga Asa ibn Yazid. Asa ibn Yazid ka qenë prej sahabive të vegjël, që tregon se Umeri e ka urdhëruar Ubej ibn Ka'bin dhe Tamim ad-Darin, të dy prej sahabive dy të bëhen imama. Të bëhen imama të njerëzve në namaz të natës dhe t'i falin 11 rekate. 11 rekate, të falin 11 rekate. 8 rekate të taravive dhe 3 rekate të vitrit. 3 rekate vitrit. Dhe thot lexon në afatat me miin, do thot me qindra ajete. Lexonin me qindra, thot lexonin sure të gjata që kanë nga 100 ajete, thot. Dhe thot u mbaheshim thot për shkopin, për shkopin prej namazit të gjatë. As i gjatë ishte namazi sa që mbaheshim për shtaka për shkopin. Dhe nuk e mbaron namazin përveç se pak para se të hyj sabahu. Ekmel barakallahu fik. الله عليكم. عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان ب23 ركعة. Pastaj transmeton një transmetim tjetër nga Yazid ibn Ruman, që tregon se njerëzit në kohën e Umerit radhiyallahu ta'ala anhu thot i falnin në Ramazan 23 recate, 23 recate. Ky transmetim është i dobët, nga se Yazid ibn Ruman nuk e ka taku Umerin radhiyallahu ta'ala anhu, nuk e ka takuar Umerin radhiyallahu ta'ala anhu. Hadithi i saktë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka fal vet 11 recate, nuk ka shtu me to përveç transmetimit që ka ardhur, i ka fal nga një 13. Dhe kjo është sunneti i faljes së taravive. Taravit të falen 11 recate, 11 recate ose 13, Nuk është sunnet të falen më gjatë. Nuk është sunnet të falen më gjatë dhe më shumë. Kjo është sunneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Akmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. نعم. تاني اترجعني حديث أعرج عبد الرحمن بن هرمز رضي الله rahimahullah. I kam arritur njerëzit, kam rritur kohën që kam takuar se ka qenë prej tabelëve, që i mallkonin qafirat në Ramazan, kur kam bërë namaz të natës, dhe kam bërë kunutin duan në fund të vitrit, kam bërë edhe kanë mallku qafirat, që i ka mallku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj thot lexuesi thot, ai imami thot e lexonte Bekarën në 8 recate. E lexonte krejt Bekarën në 8 recate, thot 2 gjuza gjys, 48 faqe Kur'an, 48 faqe Kur'an, që është së paku
2 orë, së paku 2 orë. Dhe nëse thonte, nëse i falë thot për 12 rekat, thot mendonim që e ka lecuar, na ka shkurtu namazin. Mendonim se na ka shkurtu namazin. Ekmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. Tani Maliku transmeton nga Abdullah ibn Abi Bekr, nga thotë se kam dëgjuar babain tim duke thënë e mbaronin namazin në Ramazan dhe i nxitonim i nxisim thotë shërbëtorët tonë na bëjnë sa më shpejt bukën nga frika se do të na mri sabahi, nga frika se do të na mri sabahi, thotë atë gjatë e kanë fal namazin e natës, namazin e taravive, saqë jam friksu se nuk do të arrin syfyren. E kjo është thotë sunneti, qysh duhet falet namazi i natës, posa që taravit. E jo të falen taravit sikur se të jesh në garë, duke u nxitu, duke lexuar ka një ajet, duke bë hajgare me namaz. Nuk bëhet hajgare me namaz. Namazin fale farzën, nëse don mu ngut, fale farzën, se ke obligim me fal taravih. Nuk e ke obligim me fal taravih, po taravih nëse fale mirë, fale ashtu siç e ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos nxiton në namaz, po falen në mënyrë të mirë, fale duke lexuar shumë Kur'an. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان. Maliku transmeton nga Hisham ibn Urwa, nga babai i tij Urwa ibn Zubair, që thot ka treguar se Dhakwan Abu Amr, thot ka qenë rob i Aishës. Dhakwani Abu Amr ka qenë rob i Aishës radhiyallahu anha. E Aisha e ka liruar atë rob. Mirë po çysha ka qenë lirimi i tij? Ka qenë an dubur. Dubur do thot pas vdekjes së saj. Është një lloj i lirimit të robit, që i thot robit, ti do të jesh robi im derisa të vdeson. Në momentin kur vdeson ti do të jesh i lirë. E kështu ka qenë ky rob i Aishës radhiyallahu ta'ala. Ajo Aisha radhiyallahu ka urdhëruar atë që ti dal imam në namaz të natës, dhe ai i dilte imam Aishës radhiyallahu anha dhe lexonte Kur'anin në namaz të natës. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. كتاب صلاة الليل. باب ما جاء في صلاة الليل. عن مالك عن محمد بن المندكر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. نعم. Tani fillon një libër tjetër, libri i namazit të natës. Tani e patëm deri tani namazin natës në Ramazan. Tani flet për namazin e natës, thot, në 11 muaj tjerë, thot, përgjithësinë namazin natës, si ka qenë i namazit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj fillon thot fi maja fi salati al-layl, çfarë ka ardhur për namazin e natës. Edhe tregon një hadith nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, nuk ka një njerëz që ka namaz të natës, pastaj thot e mund gjumi. Thot e nëse mund gjumi, thot Allahu ja shkruan atij shpërblimin e namazit dhe gjumin do ta ketë sadaka. Ky hadith është i ndërprerë. Ka ndërprerje nga se ai Said ibn Jubairi nuk tregon se kush ka qenë ai që ka dëgjuar Aishën, thot. Mes tij dhe Aishës është një njerëz, thot, un jam i kënaqur me to. Po kush është ai person nuk dihet. Për këtë arsye ka ndërprerje në senedin, në zinxhirin e transmetuesve të këtij hadithi, dhe hadithi është i dobët. Hadithi për këtë arsye është i dobët. Mirë, po për këtë hadith ka argumente tjera nga hadith vërtet që është
është vërtet që ka të Buhariu nga Abu Musa al-Ash'ari, që pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë idha marida al-'abdu aw safar idha marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Kur të sëmurët robi ose kur të udhtoj, i shkruhet atij sikurse kur ka qenë në vendin e tij dhe sikurse kur ka qenë i shëndosh. Nëse smuhet ose udhton dhe i lën nafilet, lën ato që nafilet, do të ketë shpërblim te Allah subhanahu wa taala sikurse kur ka qenë në vendin e tij, sikurse ka qenë i shëndosh. Akmil barakallahu fik. الله عليكم. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. نعم. تاني ترانسليتون حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ngrusa pejgamberit sa sa nënës së besimtarëve. Fleja para pejgamberit sa sallam dhe këmbët i kisha në drejtim të kiblës së tij. Dhe kur binte në sejdë më prekte pejgamberi sa sallam dhe i mblidhja këmbët dhe kur ngritej i shtroja këmbët. Dhe e shtëpit në atë kohë nuk kishin drita. Çush është kjo? Aisha radhiyallahu anha ka qenë në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Shtëpia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë e vogël. Aq e vogël saqë nuk ka pas vend të mjaftueshëm që të falet dikun pak më shlirë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Por është falë ato, Aisha ka qenë përpara tij, do thotë, në mënyrë horizontale në drejtim të kiblës. Dhe kur ka rënë sejdë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka prek në këmbë, ai i ka tubu këmbët që të mund të bëj sejdë pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Edhe e ka bër këtë mënyrë namazin. Edhe Aisha radhiyallahu anha thotë që në shtëpi s'ka pas atëherë drita, nuk ka pas drita në shtëpia. Po ashtu në këtë hadith ka argument që pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nuk është nur krejt, nuk është dritë, e përmendin disa prej njerëzve të devijuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në vetvete tër drita, nuk ka pas dritë, jo. Nuk ka qenë dritë, ai ka qenë dritë kuptohet në aspektin psikik, do thotë që drejtësia, Allah, nuri, e mira, gjithë ka qenë me të. Mirë po, a ka bë dritë vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka bë dritë vetë sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. نعم. Tani hadithi tjetër është nga Aisha radhiyallahu anha, pra se pejgamberi sallallahu ka thënë kur të merr gjumi dikë gjatë namazit, thotë kur të marr dikë gjumi gjatë namazit, qëllimi namaz të natës, thotë le të flej, derisa ti kalon atij gjumi, thotë je duke fal, të merr shumë gjumi, përfundoj shpejt atë pjesën që hit namazit, edhe bjerë flej. Dhe kur të kalon gjumi, derisa ti kalon gjumi, nga se më thot ndodh që njeriu kur është duke falur dhe i vjen gjumi, e merr gjumi, thot ndoshta fillon të kërkoj falje Allahut, thot e shon veten. Thot habitet nga gjumi, në vend që me kërku falje Allahut subhanahu wa taala, bën që me bëj istighfar, e shon vetveten e tij. Kjo është urdhër që namazit të falet duke qenë në gjendje të mirë psiqike dhe fizike. Akmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي فقال من هذه؟ فقيل له هذه الحولاء بنت تبيت لا تنام الليل فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه
ثم قال إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. نعم. Tani është një hadith tjetër që është në bashkën Buhari dhe Muslim, nga që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka dëgjuar një grua që falej natën, ka dëgjuar për një grua, ka dëgjuar për një grua që falej natën dhe ka thënë kush është kjo? Kush është kjo? I kanë thënë është Al-Hawla bintu Tuwait. Nuk flen natën. I kanë thënë kjo grua nuk flen natën. Dhe do thot falet tër natën aq shumë sa që nuk flen fare natën. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka urryer këtë punë. Dhe është par urrëtia, do të ajo që si ka pëlqyer kjo punë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në fytyrën e tij. Pastaj ka thënë Allahu nuk mërzitet derisa të mërziteni ju. Thot punoni nga punët aq sa keni forcë, aq sa keni forcë. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka dhënë edukat në këtë punë. Ka thënë që Allahu nuk lodhet derisa ju të lodhni. Thot Allahu nuk mërzitet, nuk lodhet, nuk mërzitet Allahu subhanahu wa taala, nuk mërzitet duke na jap neve shpërblime. Derisa na të mërzitemi. Thot kur ne e lëm punën dhe nuk punojmë më, atëherë Allahu subhanahu wa taala nuk na vazhdon të na jap më shpërblim për atë punën që e bëjmë. Allahu nuk mërzitet. Nëse na tërë kohën bëjmë punë, Allahu tërë kohën na jep shpërblim. Nuk mërzitet Allahu subhanahu wa taala. Po ne jemi ata të cilët mërzitemi nga punët dhe i lëm thotë edhe lodhemi nga punët. Na bën na mërziten ato punë. Prandaj pejgamberi sa ka thonë ikfelu min al-amali ma lakum taqa. Ukfulu min al-amali ma lakum bihi taqa. Merrni përsipër në punë atë sa keni forcë, atë sa keni takat, atë sa keni takat, atë sa keni forcë. Punoni atë sa keni mundësi prej veprave të mira. Atë sa keni mundësi prej veprave të mira dhe mos e teproni, nga se pe teprimit pastaj ju vetë do të keni pasoja. Vetë ju do të keni pasoja. Pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk kanë të kon flet pa gjumë në namaz të natës, por ka flet një pjesë, pastaj është ngritur së fal, pastaj ka flet pastaj është ngritur së fal. sallallahu alaihi wa sallam. Akmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم الصلاة الصلاة ثم يتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نعم. Tani transmetim nga Umeri radiallahu ta'ala anhu që Umeri falej natën, të namaz nafile, dhe sa donte Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj, thot kur bëj pjesa e fundit e natës, i çonte familjen nga xhumi, i çonte për namaz. Dhe thonte namazin, ngrituni për namaz. Dhe lexonte këtë ajet وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Urdhroje familjen tënde për namaz dhe bë sabër në të, shumë sabër. Bë shumë sabër në të. La nas'aluka rizqan. Ne nuk të kërkojmë ty rizq. Nahnu narzuquk. Ne ty të furnizojmë, ne ty të japim rizqun, wal aqibatu lit-taqwa. Dhe përfundimi i mirë i takon takvallahu për frikës e Allahut subhanahu wa ta'ala. Akmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. نعم. Transmeton thotë që Said ibn al-Musayyab ka thënë urrëhet, është urryer thotë xhumi para namazit të ishas, namazit të yatsis, dhe muhabeti pas namazit të yatsis. Thotë që xhumi para yatsis mund të ndikojë që njeriu mos të fal yatsin. Dhe muhabeti pas yatsis mund të ndodhë, nëse ndodh, atë njerëzit mund të habiten, të qëndrojnë, bëjnë muhabet, të falen vonë
dhe pastaj mos ta fali namazin e sabahit me kohë. Mos ta fali namazin e sabahit me kohë. Akmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين. قال مالك وهو الأمر عندنا. نعم. Transmeton të një transmetim nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, që ka thënë namazi I natës dhe ditës është 2 nga 2. Përjep selam pas çdo 2 rekateve. Edhe ka thënë që Maliku rahimahullah ka thënë kështu është çështja e netë, që çështja e netë që namazi I natës dhe ditës është 2 nga 2. Namazi I nafile, është 2 nga 2. Edhe kështu është në hadith tjetër, kjo është vetëm transmetim nga Abdullah ibn Umerit që nuk ka senet të plot. Mirë po, transmetimi Musli Allah që përblek mund është me dalë tash, barakallahu fik. Mirë po, transmetimi I vërtet është që pejgamberi sa më thon salatul lejli mathna mathna. Namazi I natës është 2 nga 2. Namazi I natës është 2 nga 2. Namazi I thot nafile natën falet 2 nga 2. Kështu është suneti I pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Po ashtu edhe namazi I ditës, më së miri është të falet 2 nga 2 dhe ashtu e ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Përveç farzet falen dreka, ikindia, yatsia në 4, ndërsa akşami falet 3 rekate. Allahu di mas miri wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.